Unë nuk mendoj që ka Kosovë normale me Albin Kurtin krye. Se s'mund më konë, se Albin Kurti nuk don normalitet. Unë po flas për një Kosovë që do të kishte më qenë Kosovë në të cilën ngarojnë njerëz me ide. Megjithatë, duhet ka rrugë për memëria. Ajo është hapi i parë dhe i domosdoshëm. Ajo është, unë mendoj që detyra kryesore e jona e gjithëve neve që spajtohemi me këtë politikë bërje, me 28 dhjetor është me mundësu që transformim politikë të Kosovës, pra që me pasën krye diko që mendon meqëm edhe që e don edhe demokracinë, edhe zhvillimin, edhe ecjen para të Kosovës. Që Albin Kurti nuk e don asnjërin prej tyre, as nuk e don Kosovën me ecë para, as nuk e don më zhvillu, as nuk e don me qenë demokratike. Kjo për ne unë tash është e qartë. Disa prej neve kemi qenë e qartë shumë herë, po për shumicën nuk pas ka qenë e qartë, edhe fort mirë po vjen që është ka qartëzohet. Në situata të tilla, kur ti ballafaqohesh me një pushtet i cili është uzurpatori jashtëligjshëm i postit, i cili përdor mekanizma populist të ndarjes së shoqënisë, polarizimit të shoqënisë, që ta janë armistë në atë mirë, dhe i cili pastaj e përdor këto për me i pasuru njerëz për rreth vetës. A Martini, ai tjetri, meqense pushteti, unë mendoj që nuk mundesh me bol luftën të nda poshtë. Të thonë jo, për nga ata janë tjerë, na kemi një farë ideologji, ma ndryshme, të pajtojnë absolutisht me ty. Në këtë rast, bashkëpunimi duhet me shku për tej ideologjive dhe dallimeve që i kemi ne në çështje të caktuara programore, siç i kemi unë ti, siç i kam PDK, LDK, siç i ka PDK me akën, e kështu me radhë. Dhe natyrisht në kësaj situata duhet me pas bashkëpunim. Unë mendoj që në një përpjekje të tillë, pra ka role të ndryshme dhe rëndësi të ndryshme. Ti e ki rolin tënd si gazetar, unë si komentator, tjetri që si pjesë e partisë, ai tjetri si udhëheq si partisë, e kështu me radhë. Secili për neve kemi rolin që duhet me lujt në të drejtim. Po një pikë duhet me mri. Po duhet me pas një qëllim. Kosova me ushtrimin. Unë mendoj që na ku bashkohemi të gjithë është që mënyra qysh Kosovë, qysh Albin Kurti dhe lëvizja vendosi e shohin të armën e Kosovës, na nuk pajtohemi me çto. Dhe mendoj që këtu e kemi të qartë. Dhe e dyta, tash çka duhet me qartësu ku kemi dallime, është qysh mërim deri te çaja pika B, në të cilën nuk kemi më Kosovë të Albin Kurtit, po e kemi një Kosovë të zhvillimit edhe të ecjes para, drejt integrimeve euroatlantike, zhvillimit ekonomik, drejt kthimit të Kosovës në një pozicion të shtetit të barabartë në rajon, që aktualisht jemi të humbur, për shkak të zhvillimit të mirë po, që është e rëndësishme, po ashtu me e ditë është që po, na nuk po mujmë me folë për energji, për çmime, për zhvillim, për investime, sepse nuk po na lën që kjo zhurma, përpara i theshin vuvuzela, zhurma Albin Kurtit që shpall armiq, që shpall bashkëpunëtorët të listës serbe, që shpall madje bashkëpunëtorët të Vučićit, që thotë sikur në Këshillin e fundit përgjithësim që tha që në momentin kur është intensifikuar sulmi i Vučićit ka shri Republikës Kosovës, tha partitë opozitare tha janë të bashkëpunuar me listën serbe, pra fakta janë pjesë e sulmit. Për me shumë i poshtër duhet me qenë me thonë një gjë të tillë. Kur dihet edhe provat e dëshmojnë të kundërt. Kjo për mua është kriminale. Nëse ti e mendon që është Kosovën, nëse ti je apo më thuaj që je kriminalist po. Dhe ti po më thuaj që Lumira Abdixhiku, Bedri Hamza, Aramush Haradinaj, Jakub Nura, Samir Shtaku, e të tjerë që kanë bërë bashkë me Vučićin për mos sulmuar ty, e ti s'po ndërmerr kur gjë atëherë për çka? Për çfarë sundimit ligjit jetën fol. Pra ja jetu rrejt, ja jetu dështu që s'po vepron.